Po ipen sqarime në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur në Mitrovic të Jugut, megjithatë e paralajmërova qysh në fillim se ka një konferencë nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilën ju ftoj ta ndjekim. Nga ky manipulim, deklaratat e komisionerëve të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe me këtë rast kërkojmë që pashtu kamerat që ndodhen në klasa të administrohen si prova edhe pranë prokurorisë së shtetit. Partia Demokratike e Kosovës vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovic është cënuar rënd. Janë shkelur ligji për zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe standardet e njohura të Komisionit të Venecas për një proces të drejtë dhe të lirë. Në këto kushte, nderuar gazetarë, më lejoni të paraqes kërkesat e Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovic do paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa ndonjëherë pas kësaj konference. Sepse vetëm një proces i drejtë dhe i pastër mund të garantojë legitimitetin e rezultatit zgjedhor dhe besimin e qytetarëve të Kosovës në këtë proces dhe në demokracinë në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës siguron qytetarët e Kosovës se do të ndjek çdo rrugë ligjore dhe institucionale për të garantuar që e vërteta e plot të dalë në dritë dhe çdo aktor që ka marrë pjesë në këtë manipulim dhe prishje të procesit të japë përgjegjësi para organeve të shtetit të Kosovës. Vota është e shenjtë, demokracia jonë është shtret, dhe PDK do ta mbrojë deri në fund vullnetin e qytetarëve të Mitrovicës dhe integritetin e procesit zgjedhor në Republikën e Kosovës. Ju e dini që Kosova ka qenë model për organizimin e zgjedhjeve për shumë vite me radhë dhe nuk ka pasur asnjë paradoksim. Prandaj ne nuk do të lejojmë që të udhët asnjë mbi një proces që tash nuk ka krijuar traditë për rregullsinë e tij. Faleminderit shumë. Zoti Kuda, si e keni parë se ka mundësi që të ketë probleme teknike, pra të votimet kanë dalë me gabime teknike? Faleminderit për pyetjen, edhe nëse pranojmë faktin që është një gabim teknik, kjo nuk e shbën faktin që Mitrovica duhet shkojë në rivotim. Një gabim teknik, i cili ka ndikim përmbajtësor në rezultatin e procesit zgjedhor, nuk mund të lihet vetëm si i tillë përpara sanuar. Sanimi këtu mund të ndodhë vetëm me rivotim. Në praktikën e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në jurisprudencën e Gjykatës Supreme të Kosovës, gjithherë është thonë që edhe kur është gabim teknik, në saj ka peshë për rezultatin zgjedhor, ajo duhet të sanohet. Në këtë rast, sanimi vetëm që mund të ndodhë është përsëritja e zgjedhjeve në Mitrovic, pra rivotimi dhe dhënien e shanses qytetarëve të Kosovës që të votojnë të lirë, të votojnë në mënyrë me ndërgjegjen e tyre dhe të sigurohen që numërimi i votave është i drejtë. Sot qytetarët e Mitrovic nuk besojnë dhe kanë çdo drejt të dyshojnë që vota e tyre edhe për një kandidat të caktuar nuk ka shkuar aty ku ata kanë dashur. Kështu që asnjë justifikim mbi gabim teknik nuk mund të shërbejë si arsye që Mitrovica të mos shkojë në rivotim, sepse kjo është një çështje që ka ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Sigurisht ka dënuar nga partia juaj, ka kërkuar nga PDK-ja që më ngjëru pejtë tyres dy përfaqësuesit aktual të PDK-s në KQZ. Cila është përgjigjja e PDK-s në lidhje me këtë kërkesë të tij, edhe pse është deklaruar nga ai që ata nuk kanë punuar në interesin e partisë. Po ashtu kam edhe një pyetje në lidhje me nivelin qendror, a ju kanë kontaktuar vendosja e partisë së juaj, çu të deputetët në lidhje për votat për qeverinë? Do të përgjigjem pyetjen e parë. Ajo që dua të them është që dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në të marrë informacionin nga komisionerët tanë në Mitrovic, kanë shkuar atje, janë angazhuar me mua, me gjithë ekipin ligjor dhe të tjerë, me kryetarin Krasniqi dhe të tjerë për të punuar që e vërteta të zbardhur. Mendoj që ata kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç i kërkon ligji dhe siç jemi kërkuar ne. Ndërka që për pyetjen e dytë do ta kalojmë për një rast tjetër mund të përgjigjet kryetari i partisë, është konferenca tematike në mirë kuptim.
Zoti Gruda në këto momente erdhi një reagim nga KQZ-ja që ka përsjedhur reagimin e kompanisë kontraktuese për flet votime dhe i njëjta thotë se merr përgjegjësinë për atë gabim teknik dhe e ka sqaruar gabimin teknik për mos ta zgjatur reagimin e tyre. A i besoni kësaj kompanisë dhe vazhdoni të besoni se çështja është më e thellë se sa një gabim teknik? Falenderoj të sarë edhe njerë. Nuk është çështja nëse besojmë ne ose jo që ka qenë gabim teknik. Unë thash edhe me supozimin që kjo është një gabim teknik, kjo dëmton procesin dhe procesi duhet të shkojë në rivadim. Nuk mund të thonë ka ndodhur një gabim teknik dhe nuk do ta sanojmë atë. Kjo është nëse do të marrni krahasim sikur me shtyp flet votive dhe me harru me shkruaj Partia Demokratike e Kosovës. Sepse ky gabim teknik ka ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Askush nuk mundet të thirret në faktin që ka një gabim teknik dhe do ta lëmë që edhe procesi të komprometohet edhe votat të mos jenë ato që kanë vendosur qytetarët e Kosovës. Nëse KQZ-ja, PZAP-ja, çdo organ i shtetit vendos të i besoj kompanisë që ka qenë gabim teknik, ka vetëm një rrugë të ketë rivotim dhe të shtyp kompania për votimet e reja. Vetëm kështu mund të restaurohet ky proces. Asnjë justifikim tjetër nuk e përmirëson shkeljen që kanë.